Në manifestimet e organizuara në Kërçov për nder të ditës së flamurit, në qendër të vëmendjes si vjet ishte monumenti i kryeheroit ton Gjergj Kastrioti Skënderbeu në fshatin Garan të Kërçovës. Ky eveniment filloi me këngët e bukura të grupit muzikor Arbëresh nga Italia dhe dy këngëtarëve të njohur të këngës burimore të Kërçovës, Aziz dhe Dervish Dervishi. Për rrjetat historike dhe rëndësinë e betejave të Skënderbeut, përpjekjet e vazhdueshme për çlirimin nga okupatori otoman deri në ditën e ngritjes së flamurit në Vlorë dhe shpalljen e pavarësisë së shtetit shqiptar, foli historiani Dardan Emini, i cili nënvizoi se vendosja e monumentit të Skënderbeut në fshatin Garan është një ngjarje historike sepse kjo ditë shënon fillimin e epopesë së lavdishme të kombit ton. Të nderuar të pranishëm, me nderim më të veçantë, ju drejtohem në këto qaste, të cilat do të mbeten ngjarje historike në kujtesën tonë kombëtare. Vendosja e monumentit të atit të kombit tonë, herojt tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Sot shënojmë një datë të shenjtë për qenjen tonë shqiptare, 28 nëntorin, ditën që lidhet drejt për drejt me 28 nëntorin e vitit 1443, ku në udhëheqjen e Skënderbeut në muret e Krujës u ngrit flamuri i Kastriotëve. Me këtë akt nis epopeja skënderbegiane, që do të shëndriste shekujt që pasuan. Jetëshkruesit e herojt, Barleti, Biçikemi, Muzaka, Frëngu, si dhe historian e kronikan të huaj, si Filelfo, Potani e Halko Kondili, një zëri dëshmojnë origjinën arbërore të Skënderbeut dhe vendosjen e familjes së Kastriotëve në traditën feudale të arbërisë. Ata e përshkruajnë strukturën familjare, zotrimet territoriale dhe përmendin ndër të tjera edhe emrin e Kërçovës si pjesë e zotrimeve të Gjon Kastriotit, atit të Skënderbeut. Beslidhja e Lezhës përbën modelin më të arrir të organizimit politik, ushtarak dhe ekonomik arbëror. Ajo u udeua nga Skënderbeu dhe u përkrah nga familjet më fisnike të kohës, Arjanitët, Topijajt, Dugagjinasit, Gropajt e të tjerë. Vendimet e kuvendit të Lezhës patë rëndësi të jashtëzakonshme duke krijuar, sipas traditave tona të lashta, një bashkim, një lloj federate, që kishte si qëllim luftën e përbashkët kundër pushtuesit të huaj deri në çlirimin e plot të vendit. Ky proces, bashkimi, i panjohur më parë në këtë formë, solli një kthes vendimtare dhe hapi rrugën e zhvillimit të vrrullshëm të bashkimit politik dhe shpirtëror të banorëve të krahinave të ndryshme shqiptare. Burimet historike dëshmojnë mbi 20 beteja të ushtrisë së Beslidhjes së Lezhës nën komandën e Gjergj Kastriotit, kundër fuqisë së madhe osmane, shpesh të drejtuara personalisht nga Sultan Murati II dhe Mehmeti II, beteja që përfunduan me fitore të lavdishme. Ndërto, beteja tek ujët e bardhë, e njohur ndryshe si Albulena, e shtatorit të vitit 1457, shënon kulmin e lavdis, ku rreth 30.000 trupa osmane u shpartalluan dhe 18 oficer të lartë osman u vranë. Për këtë fitore, në dhjetor të po atij viti, Skënderbeu do të dekorohet me titullin më të lartë nga vetë Papa Kaliksi III. Farkëtimi i identitetit shqiptar gjatë veprimtarisë së herojt shihet qartë medaljen në dritë të dokumentit të parë në gjuhën shqipe i vitit 1462, sakramenti i pagëzimit, hartuar nga bashkëpunëtori i ngushtë i Skënderbeut, Pal Angeli. Ky dokument dëshmon se gjatë mbretërimit të Skënderbeut po lindënin filizat e para të shkrimit të Shqipes dhe të emancipimit kulturor të shqiptarëve. Një ndër arritjet më të mëdha të luftës anti-osmane ishte forcimi i unitetit
të shqiptarëve, pa dallime fetare e krahinore. Legjendat, tregimet dhe këngët popullore për Skënderbeun, të ruajtura ndër shqiptarët katolik, ortodoks e musliman, janë dëshmi e gjallë e këtij uniteti. Me qëndresën e tyre shembullore, shqiptarët penguan depërtimin e ushtrive osmane drejt Evropës perëndimore dhe kontribuan në mbrojtjen dhe përparimin e qytetërimit evropian. Kjo u pasqyrua më vonë në botimin e 10 veprave historike e letrare kushtuar Skënderbeut dhe epopesë së tij. Me kalimin e shekujve, figura e Skënderbeut vazhdon të qëndrojë e paprekur në Olimpin e lavdis, si shembulli më i lartë i qëndresës, mençurisë dhe vizionit kombëtar. Qoftë e bekuar kjo ditë, qofshin të bekuar nëntorët e lavdishëm të kombit tonë shqiptar. Ju falenderit. Më pas, kryetari i Këshillit Organizativ Valbon Aliu ndau mirënjohje dhe falënderime për të gjithë mbështetësit e këtij projekti me karakter kombëtar, duke veçuar shoqatat e Garanës në Zvicër dhe Amerikë. Zonja dhe zotri, mirëdita dhe mirë se keni ardhur. Në emër të Këshillit Organizativ ju falenderoj, në emër Këshillit Organizativ ju falenderoj për pjesëmarrjen. Gjithashtu falenderoj media që janë prezente dhe ata që na kanë mbështetur në këtë rrugtim. Falenderoj të gjithë bashkëtarët për mbështetjen e tyre në realizimin e këtij projekti për fshatin dhe me karakter kombëtar. Dhe e them me plot gojë që jam krenar për fshatin tim. Gjithashtu falenderoj shoqatën Garana në Zvicër dhe shoqatën Garana në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mbështetjen dhe kontributin në këtë projekt dhe të gjithë mërgjimtarët kudo që janë pa dallim. Edhe pse jemi një fshat i vogël, por me organizim, bashkëpunim, mund të arrijmë gjëra të mëdha. Dhe sot jemi fshati i parë me monumentin e kryeheroit Gjergj Kastrioti Skënderbeu në të gjitha trojet shqiptare. Dhe uroj që kjo të jetë frymëzim për të gjithë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Ne si shqiptarë jemi krenar që kemi një figurë kombëtare si Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Nuk kemi vetëm një ereu, por kemi një shembull që na mësoi ABC-n e dashurisë. Si udhëhiqet me vizion, si fitohet liria, si çlirohet adheu. Dhe na tregoi qartë se e vetmja udhë dhe i vetmi vend për ne shqiptarët është vendi evropian. Të pranishmit në këtë manifestim madhështor, përshëndetje dhe kryetari i BDI-s dhe komandanti i UÇK-s Ali Ahmeti, i cili tha se ky nëntor i Skënderbeut sot është i mrekullueshëm gjithandej, sepse ai festohet në të gjitha troja shqiptare, por më së bukuri festohet këtu në fshatin Garan. Vëllezër e motra, ky nëntor i Skënderbeut sot është i mrekullueshëm gjithandej. Festohet në Vlorë, festohet në Prekas, festohet në Prishtinë, në Prizren shpaloset shtatorja e Tahir Sinani. Por ky nëntor më bukur festohet sot në Garan, sepse këtu Skënderbeu ka peshën shumë më të madhe se në çdo vend tjetër, sepse vendoset pikërisht mu në trollin e zhuritur për liri, dhe sot po gëzohen e i gëzohen të gjithë të rënët për liri të këtij trolli. Shekujt e fundit. Are të zeza gjithandej ka patur, sepse për herë 300 kojshi kemi pasur. E gjithmonë
kem luftu e punu që t'jetojmë lirë në tokën tonë, në tokën e Skënderbeut, Gjergj Kastriot. Për 500 vjet na ka trimëru. Për 500 vjet e kemi ruajtur trungun e arbrit dhe gjakun e shqiptarit. Prandaj, nderuar vëllezër e motra, merita u takon luftarëve të lirisë, merita i takon ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ushtrisë çlirimtare kombëtare, që festa e pavarësisë dhe e flamurit gjithandej me krenari, si të valvitet, ashtu edhe të kujtohet e të festohet. Merita ju takon atyre që dhanë më të shtrejtën, jetën. Sot ka ditëlindjen Adem Jashari. Sot shpaloset në qendër të Prizrenit shtatorja e Tahir Sinani. I merituar në 3 luftra, gjakun e la e derdhi për lirin ton, mu në rrës të korabit. Prandaj sot, përveç që festojnë, e gëzojmë për flamurin ton kombëtar. Gëzojmë dhe kujtojmë të gjithë të rënët atletar e patriot që nga Skënderbeu e deri tek Adem Jashari me të gjithë të rënët për liri e barazi. Lavdi të gjithë të rënëve për liri. Faleminderit. Atëherë komandant, gjatë luftës së 2001-shit, fshati jonë erdhen 4 luftëtarë që të bashkangjiten në atë rrugtim që ti kishe, dhe me 10 dhe qindra të tjerë sigurisht të gatshëm, kurdo që ti tiftoje. Prandaj, ne si Garanas sot kemi nderin dhe duam që atyre të 4 luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të kombëtare t'u ndajmë nga një plaketë dhe kemi nderin që atë në emrin ton ta ndani ju. Ftoj Jusuf Bajramin, Stil Nezirin, Refat Jusufin dhe Lulzim Veselin për të marrë plakatën. Kemi arritur në momentin më të bukur dhe më të shumë pritur të kësaj feste dhe unë, pa humbur kohë, ftoj Refat Jusufin, Jusuf Bajramin dhe Adil Nezirin bashkë me komandantin të vinë dhe ta bëjnë zbulimin e këtij monumenti të Skënderbeut. Ju lutem që të bëni zbulimin. Dhe kuptohet në duar trokitjet e tuaja. Trima Gjergjo Kastrioti, fuqit madhe që mi dhan ka Zoti, se djeg vraka e se djeg baroti, shpatoj ti. Qoj se la mosullat tonë muhrati,
Ta në shtrinë të ma boni gati, Mere komon të një dervish pashës, të dalin në mato ke kuri vashës, s'kene derbe unë nga kuri vashës, I qanë se